Kam shumë mendimet këqija thot për fëmijët e mi, sikur po më smuhen, po më desin ose pigjon diçka. S'po mundem me u qetësu. Ti ke probleme me disa pjesë të imanit, për fat keq. Ato janë që kaderi është në dorë të Allahut. E joti është mi marrë vetëm sebepet aq sa kërkohet. Me bo dua, me dhon sadak, edhe me jalon Allahut amanet. Sebepet njerëzore me i marrë, me i këshillu fëmijët mos me shku në vendet këqija, në vende mos po marrë me harame, me droga, me alkool, mos me nel me njerëz rrugaqa, mos me vozit makinën tej mase, e tjerë, që mos me gjetë kur gja. Pastaj, du të kesh mbështetje ma shumë të Allah, mi thonë o Zot po t'i la amanet fëmijët e mi. Nëse ti rrin tanë ditën të menu keqë të natën, kjo ka lënë në smundje psiqike. Pastaj as hoxha, as psikologi s'ka qa me të ba. Prandaj, më pozitivitet, ma shumë mbështetje të Allahu. Allahu Gjeleshanu në hadith kudsi ka thonë, unë jam në mendimin e robit tim për mu. Andaj të mendon çfarë doje. Nëse mendon që ka me gjithë fëmijët një fatkeqësi, atër ku. Mos e bje punën që Allahu Gjeleshanu me astaghfirullah, me ta qu për një atë fatkeqësi, qysh pa me nane parin non stop, atë vezvese. Mendo ka amara, mendo ka mira, mendo ka ona pozitive, kjo është obligim. Pa ki kujdes, Allah të rujtë.